për një fjalë rasti të ftoj zotrin Hajrullah Sheku, kryetarin e ardhshëm të kryeqytetit. Dardani, faleminderit për këtë pritje madhështore, na keni ngrohtë zemrën, edhe uroj që me zemrat të ngrohta do t'jemi deri me 12 tetor për festën tonë të madhe gjithë së bashku për Prishtinën tonë. Unë sonte duhet të pranoj para jush që kam emocione, dhe këto emocione lidhen me lagjen Dardania, po a shpjegoj pak shkurtimisht sepse janë emocione personale dhe lidhen me jetën time. Emocionet janë të shumë thjeshta, po e filloj nga emocionet e fëmijërisime që lidhen me Dardanin. Sa herë si fëmijë që kam marrë në Prishtinë, kryesisht kam qenë në Dardani sepse hala ime ka banu këtu në Dardani, dhe këto janë emocionet e para që i ko marrë unë për Prishtinën përmes Dardanis. Emocioni imi dytë me Prishtinën, prap me Dardanin, lidhet me ardhjen time në Prishtinë, me njerë pas lufte. Lagja e parë, ku kam banu, masi që ko marrë në Prishtinë, është Dardania, banesa prapa postës së madhe. Vitet e parat mia në Prishtinë i kam jetu në Dardani. Për këtë arsye, Dardania më ka bë me u dashuru në Prishtinën tonë. Por e kam edhe një emocion tjetër shumë të fortë. Edhe bashortja ime është nga Dardania. Ajo ka kryer shkollën pikërisht këtu në shkollën Dardania, dhe unë jam shumë i lumtur që kam kaq shumë lidhje edhe personale edhe familjare me Dardanin. E natyrisht Dardania për te lidhjeve të mia personale dhe emocionale është një lagje që i ka dhënë shumë, jo vetëm Prishtinës. Shumë emra të mëdhenj, të artit, të sportit, të dije janë nga Dardania, dhe unë sonte përkulem me shumë respekt ndaj kësaj lagje, e cila është një nga lagjet më të njoftuna, më të mira të kryeqytetit tonë, mirë po edhe me shumë probleme në të njëjtën kohë. Prandaj dhe Prishtina e bashkë me të edhe Dardania kanë nevojë për vizion. Mua më vjen shumë keq që disa nga kundërkandidatët nuk e duan fjalën vizion, sepse ata premtojnë ndryshime të shpejta. Mirë po ju keni pa çka ndodh kur premtohen ndryshime të shpejta, e premtohen mrekulli. Nuk ndodh asgjë, sepse duhet para së gjithash qasje serioze, duhet punë sistematike, duhet përkushtim, po duhet edhe me dashur këtë vend. Pa dashur këtë vend nuk mundesh me ndreq. Ky është vizioni ynë. Kjo është qasja jonë, sepse pas kaq shumë viteve ka ardhur koha që problemet e Prishtinës me i zgjidh me themel. Jo improvizime e jo fasada, por përkushtim që me i zgjidh problemet njëherë për gjithmonë. Mi shumë e madhe për Prishtinën tonë që edhe sot përballemi me mungesë të ujit të pijes.
me sistem të ujësjellësit që rreth gjysma e ujit humb në sistem duke ardhur në shtëpitë tona. Fatkeqësi shumë e madhe që Prishtina jon ende ka probleme me kanalizim, edhe atë fekal, edhe atë atmosferik. Fatkeqësi shumë e madhe që në shumë lagje e fshatra të Prishtinës ende kemi kolektor e kanalizime të hapura që kundërmojnë dhe janë burim i sëmundjeve. Për këtë arsye, duhet vizion, duhet përkushtim, duhet durim, duhet guxim, e të gjitha këto ju e dini. I ka vetëvendosja dhe do t'i kemi edhe në qeverisjen tonë të ardhshme. Të dashur banor të Dardanisë, shumë ndërtime në periudhën e pas luftës nuk i kanë zgjidhur problemet e juaja. Aty ku kemi ndërtuar, është ndërtuar keq, është ndërtuar mrapsht, dhe sot, edhe pse kemi investuar shumë, problemet i kemi përsëri evidente. Propozimi ynë, qasja jonë është shumë e thjeshtë, njëherë planifikim, pastaj ndërtim. Koeficientet e ndërtimit nuk duhet jenë aty për përfitime të disave, por për përfitime të përgjithshme për qytetin, për lagjet tona. Ne kemi nevojë që përmes ndërtimit, pra nuk kemi asgjë kundër ndërtuesve, përkundrazi ata i shohim si mbështetës të vizionit ton, por ndërtimi bëhet me planifikim. Koeficientet nuk bëhen për përfitimin e disave, por për t'i bërë lagjet tona të jetueshme në mënyrë që ne banesat tona të mos i kemi vetëm sa për të bërë një gjumë, po ta kemi hapësirën tonë publike, ti kemi qerdhet, ti kemi parshet, ti mirëmbajmë ato dhe t'jetojmë si në një kryeqytet evropian. Platforma Prishtina 2035 është platformë e qytetarëve, sepse hapësira publike i takon qytetarëve, sepse lagjet tona duhet të jenë të jetueshme, sepse trafiku duhet të lëvizë, sepse mbeturina duhet të mbledhen, sepse parshet duhet të mirëmbahen, sepse rrugët tona duhet të jenë të ndriçuara. Pra, kërkesa e banorëve është në fakt elementare e në fatkeqësisht sot ende kemi probleme bazike. Një nga ato probleme janë edhe shkollat e kryeqytetit tonë. Shkollat tona duhet jenë ambiente të këndshme për fëmijët tonë. Dhe kur punojmë për shkolla, duhet jemi shumë të kujdesshëm se si trajtojmë fëmijët tonë. Nuk bën eksperimente në kurrist fëmijëve të nxënësve. Nuk ka mundësi me nis mësimin tërditor pa i bërë reformat e duhura paraprakisht. Me ambientet e shkollave të Prishtinës nuk ka hapësinë as fizike për mësim tërditor. Prandaj paraprakisht duhet të rinovojmë shkollat, duhet të rrisim hapësirën, duhet të krijojmë mundësi për aktivitet edhe fizik, edhe sportiv, edhe artistik, edhe laboratore, edhe pajisje, edhe rekuizita, edhe instrumente, edhe digitale, në mënyrë që fëmijët tonë pjesën e dytë të ditës ta kenë të këndshëm e jo të mbyllen në përshkolla në bankat e njëjta me orë të tëra. Por nuk mjaftojnë vetëm shkollat, propozimi ynë është që në çdo lagje të Prishtinës, përveç rinovimit të shkollave, adaptimit të hapësirave për mësimin tërditor, të ndërtohen edhe të paktën nga 2 qerdhe të reja publike dhe me bazë në komunitet. Dhe me këtë rast kur i kemi shkollat me mësim tërditor, por kemi edhe mjaftueshëm qerdhe me kosto të përballueshme për të gjithë, pa dallim, atëherë edhe gratë do të kenë më shumë kohë, më shumë mundësi, edhe për punë, edhe për karrierë, edhe për biznes, dhe në këtë mënyrë ne do të sigurojmë barazi mes burrave dhe grave, dhe me angazhimin e grave në ekonomi, në tregun e punës, Prishtina jon do të ecë përpara edhe më shpejt, edhe më mirë. Të dashur pjesëmarrës të këtij tubimi, në këto 2-3 ditët e fundit, e pam edhe një herë shumë mirë se si duket puna me improvizim, se si duket qeverisja pa plan dhe pa koordinim.
Na erdhi ky i ftohti e kjo borë ndoshta pak para kohe, por mbeten edhe shkollat, edhe banesat pa ngrohje qendrore. Ne duhet ta ndrojmë këtë mendësi të qeverisës. Ngrohja duhet jetë aty kur bën mot i ftoht, jo kur e ka afatin me undezë dhe me na ngrohë nëpër shtëpitë tona. Ata që u vonuan ta bëjnë gati dhe ta mbushin me ujë pishinën e Gërmis, u vonuan edhe t'i lëshojnë zemjet qendrore, e shumë shkolla mbetën pa ngrohje, e fëmijët pa shkon në shkollë. Qeverisja e papërgjegjshme e meriton ndëshkimin e qytetarëve, e Prishtina ka qytetari të ndërgjegjshme për ta ndëshkuar qeverisjen e papërgjegjshme, e data është afër me 12 tetor kismet. Po e çojmë për shpije kryetarin aktual dhe bashkarisht po e nisim një bashkëqeverisje, pra komuna me qytetarin, me organizatat, me bizneset, me komunitetin, me banorët e lagjës, do të nisim një sistem të ri se si i trajtojmë, si i zgjidhim problemet e tona. Unë sonte kam një pyetje për ju, e pyetja është shumë e thjeshtë, çka u bë në Dardani në këto 4 vitet e fundit? E kemi një lëvizje aty Albin Kurti për na bashkohet. Mirëmbrëma kryeministër, mirë se erdhe. Faleminderit që jeson të këtu me ne në këtë tubim shumë të bukur të Dardanis, dhe unë sapo e bëra një pyetje për banorët son të këtu, dhe pyetja është çka u bë në këto 4 vitet e fundit për Dardanin? Cili ka qenë investimi i komunës në këto 4 vite për lagjen Dardania? Jo, ka qenë një tuneli. Tuneli i Kurrizit, i cili u promovua si kur të ishte ndërtimi një aeroporti të ri të Prishtinës. Mirë po, çka ndodhi është se me pak shije borë në të ditë e fundit, i doli boja tuneli, sepse ishte asgjë më shumë se sa një fasad, një improvizim, për të cilin pati shumë PR, shumë promovim e shumë filma. Kështu ka qenë gjithë qeverisa në këto 4 vite. Kryetari aktual, para 4 viteve, ishte totalisht i panjoftun në qytet. Ai fitoi me mashtrim, qeverisi me PR, e tash po e mbyll me improvizime, po ne sonte po i themi nga Dardania, mjaft me improvizime, duhet filloj puna e vërtet në Prishtinë. Kur bën shumë PR për 4 vite, kur komunën e transformon vetëm në Facebookun tënë, pastaj mjafton një shi lehtë për me demasku gjithë atë propagandë të lodhë që ka ndodhur në këto 4 vite. Por, cila është platforma jonë për Dardanin? Më lejoni t'ju prezentoj 10 pikat e tona, të cilat nisin së zbatuari me njëherë, me të filluar mandati ynë i parë. Ne e kemi propozuar një metodë për identifikimin e problemeve dhe për përcaktimin e prioriteteve të buxhetit të komunës. Quhet kartela e lagjës
dhe me këtë kartel po identifikojmë të gjitha nevojat për investime në përlagje. Në Dardani na ka rezultuar sepse i kemi konsultuar banorët, kemi biseduar me juve ditëve të kaluara dhe javëve të kaluara. Çështja e parë shumë serioze janë ashensorët e ndërtesave e banesave të Dardanisë. Pjesa dërmuese e ashensorëve janë të vjetruar, janë të rrezikshëm, nuk mirëmbahen, disa nuk funksionojnë fare. Prandaj, nga viti i parë i mandatit fillojmë vendosjen e ashensorëve të ri në të gjitha ndërtesat kolektive të Dardanisë. Mirë po, problemet e banimit kolektiv në banesa të Dardanisë nuk përfundon vetëm me ashensorët. Ne kemi parë që edhe kulmet e banesave janë të paqëndrueshme, janë me materiale të vjetra, ka shpesh rrjedhje të ujit, prandaj duhet bashkarisht të angazhohemi dhe këtë ta bëj komuna, sepse banorët shpesh nuk mund ta përballojnë financiarisht, që të bëjmë riparimin, rinovimin e të gjitha kulmeve të banesave. Gjithashtu edhe bodrumet e banesave shpesh përmbyten nga uji, janë hapësira të rrezikshme dhe ato kërkojnë intervenim emergjent, kuptimin e hidroizolimit, pastrimit dhe mirëmbajtjes së bodrumeve në banesa. E për ta kompletuar investimin ton në banesat e Dardanisë, ne do të punojmë shumë edhe në izolimin termik, edhe në fasadimin e banesave, sepse me këtë mënyrë ne ngrisim edhe eficiencën e energjisë në këto banesa. Të dashur banorë të Dardanisë, intervenimet tona në banesat e Dardanisë janë investime që përballohen shumë lehtë me buxhetin e komunës së Prishtinës, nuk ka nevojë as me shku te qeveria, as me kërku grant, as me arsetu që dikush po na bllokon, veç duhet me hy punës edhe me kry këtë çështje, sepse kjo ndikon në mirëshenjen e banorëve që janë aty. Problem tjetër shumë evident i Dardanisë është uzurpimi i hapësirave publike. Ne jemi shumë vetëdijshëm që hapësirat publike u takojnë qytetarëve dhe na duhet një aksion i menjëhershëm në bashkëpunim edhe me juve për lirimin e të gjitha hapësirave publike nga uzurpimet, ndërsa na duhet një dialog me të gjitha bizneset dhe lokalet në mënyrë që shfrytëzimi i hapësirave jashtë lokaleve të rregullohet në atë mënyrë që nuk u pengon banorëve, nuk u pengon qytetarëve. Hapësira publike është e banorëve, e tillë duhet mbetet në Dardani. Ne jemi shumë të interesuar që të bëjmë edhe mirëmbajtjen e duhur të parqeve. Dardania është lagje e parqeve, e këndeve të lojrave, mirë po ato nuk po shfrytëzohen sepse nuk ka mirëmbajtje. Investimi ynë, angazhimi ynë përmes ndërmarrjeve komunale do të jetë i menjëhershëm dhe i përhershëm, sepse nuk mjafton vetëm me bëj investime, o shumë rëndësi edhe mirëmbajtja e sidomos e parqeve në Dardani. Kaosi me parkingje është një nga problemet më të mëdha që na shkakton stres të përditshëm. Edhe në mëngjes kur dalim nga shtëpia, mos na ka blloku dikush daljen nga parkingu, po edhe kur të kthehemi nga puna dhe obligimet e tjera, a do të gjejmë parking edhe hapësirë të lirë për parking. Ne patëm një rast shumë problematik, një rregullore të Prishtina parkingut, kemi nevojë urgjentisht ta rregullojmë atë dokument, ta bëjmë një rregullore të re, e rregulloria e Prishtina parkingut duhet para së gjithash të jap përparësi banorit të lagjes, pastaj vinë të tjerët. Njëherë hapësina të sigurta për parkim për banorët e lagjes, pastaj edhe të tjerët. Dardania është e njohur edhe për qendrat e saj tregtare, por totalisht të pamirëmbajtura dhe tashmë të rrezikshme për sigurinë e banorëve dhe trive. Qendra tregtare të Santeja, të Kurrizi, të Posta e Re do të rregullohen,
do të rinovohen, do të funksionalizohen dhe ato përveç se do të shërbejnë biznesit, aktivitetet biznesit aty, ne disa nga ato hapësira do t'i ridestinojmë për nevojat të ndryshme publike, për kulturën, për rinin, për aktivitetin, sepse Dardania gjithmonë ka qenë e gjallë, e na duhet edhe aktivitet më shumë rinor, kulturor, për t'i ringjallur këto hapësira të qendrave tregtare. Pika jone 9, sepse nuk i numrova kështu një nga një, po deri tash u bën 8 pika. Pika jone 9 për Dardanin janë hapësirat sportive, hapësirat për të moshuarit, qasje më e lehtë për personat me aftësi të kufizuar dhe siguria publike përmes ndriçimit, po jo vetëm ndriçim pak para zgjedhjeve, ndriçim i qëndrueshëm, ndriçim eficient dhe ndriçim që mirëmbahet gjatë gjithë kohës. Pika jone fundit për Dardanin, pika 10 brenda mandatit ton të parë, është tregu i lagjës. Ky është një koncept i yni për të gjitha lagjet e Prishtinës, nga një treg të gjelbër për çdo lagje, aty ku fermeri i fshatit të Prishtinës mund ta sjellë produktin e tij dhe ne të kemi mundësi të ushqejmë fëmijët e tanë me produkte cilësore të fermerit të fshatit të Prishtinës. Dhe për mirëmbajtjen e tregjeve të lagjeve, por dhe për mirëmbajtjen e tregjeve ekzistuese, tregut të gjelbër në qendër, tregut të Ulpianës, ne do ta themelojmë ndërmarrjen e re komunale tregu, e cila do të mandatohet për t'i menaxhuar dhe për t'i mirëmbajtur të gjitha tregjet e Prishtinës. Vizioni ynë është i qartë, punët që na presin i kemi parasysh të gjitha, sepse edhe kemi folur me juve, edhe i kemi konsultuar ekspertët, vullnetin e kemi gjithmonë të qelikt, guximin e kemi gjithmonë aty, ne na duhet mbështetja juaj tash me datën 12 tetor, por edhe pastaj, sepse ne duam të qeverisim bashkë me qytetarin. Unë ju falenderoj shumë, edhe për këtë prezencë, edhe për entuziazmin, edhe për mbështetjen e përhershme për lëvizjen në vendosje, e tash më lejoni që ta ftoj kryeministrin Albin Kurti për fjalën e tij. Faleminderit.